Ju thoni që duhet qeveri teknike. Çfarë zgjidh qeveria teknike? Jo. Më thuaj se Qeveri teknike do të thotë të bën ca burokratë të tjerë. Tu gjimë vend pune. Ne themi qeveri tranzitore me intelektualet më të mirë që kemi brenda dhe jashtë vendit me një mandat 12 mujor për të përgatitur vendin për zgjedhje të lira dhe demokratike pas 34 viteve. Ne themi duhet bëhemi si Kosova në këtë fazë që u bën zgjedhje në Kosovë. Kaq. Bravo! Po njerin nga kandidatët që kishte zgjedhur e thira unë njerë në emision dhe kishte frikë të vinte për shkak të pozicionit të emisionit tim, nga intelektualët e vendit që duhet të rregullojnë këtë vend. Megjithatë, kjo është një problem i diskutueshëm. Pra ju jeni për një qeveri ku të vinë intelektualë të përmasave që ju mendoni që është gjithmonë subjektive, sepse ata janë intelektualët kanë kaluar dhe aty dhe pastaj të kanë bërë përgjigjëstrim. Ke bërë një shënim, ke botuar fotografi dhe të kanë bërë përgjigjëstrim të saj. Pra, intelektualët që ne kemi sot, që njofim, janë, nuk dua të fyej ata, nuk dua sepse është e drejtë e tyre të sillen dhe të bëjnë çfarë të duan, por ata janë njerëzit më konjunkturalë. Janë njerëz kush më ka bërë përgjigjëstrim, se të kuptova. Një aktor i njohur, shumë i njohur, që nuk ka pse ta futim në. Erdhi aty. Po se kam propozuar unë ata. Jo, nuk e propozoj. Ore, ai të refuzoi fotografinë, jo propozimin për kryeministër. Që vjen aty të vjen me dru. Sepse në Shqipëri i dashur, Lapaj, këta që ne i quajmë intelektualë, mos themi emrat asnjërit, janë njerëz konformistët më të mëdhenj të vendit. Dhe nëse Shqipëria... Po t'i vëm Çelsin Republikës pastaj, si thoni? Urdhro? T'i vëm Çelsin Republikës, t'i ikim, ta lëm fare, t'i vëm Çelsin, ta mbyllim. Po pse Çelsi është vend, mo? Kjo është një republikë me Çelës. Ne që ta bëjmë Shqipërinë, po me intelektualet, pra do ta bëjmë, hajde gjejmë ku i kemi të mirët. Ore ku i ke se nuk të del njeri, dhe këta që janë politikanë që janë shfaqur ti, zotëria këtu dhe të tjerë, ne do t'i respektojmë, pavarësisht nga mungesa do të respektojmë si të tillë, dhe do t'ju heqim kapelen. Po bëjmë pyetje politike mua, apo tani se kam 32 ditë në të ftohtë këtu, e flën në -3 gradë. Atëre, ju jeni për qeveri të jo teknike, por qeveri me intelektualet. Zoti Qori. Tani, se unë politikën e kam dhe fush studimi drejt që ta hajdo, më thënë. Pra, ajo që ti mund të qush tranzitore, teknike, bashkëqeverise, qeveri tralala, akademi shkencash, një qeveri që të vinë në fuqi do mbështetje parlamentare. Apo jo? Dhe ata që e votojnë, ata e kontrollojnë. Pra, qeverin nuk do të asjeli delta forcët me helikopter. Nuk do të asjeli as fryma e shenjtë. Ata që do e votojnë, do e kontrollojnë. Dhe ka dy alternativa, ose e voton vetëm Edi Rama atë qeveri, pra heq veten edhe vën njëri që thot intelektuali shquar, ose bën ujdi me Berishën me partitë rreth rrotullti, edhe quan prapë se prapë qeveri e pajtimit kombëtar çfarë të duash, çfarë të duash ti. Tani, unë do t'jap argumentet pse kjo që quhet qeveri teknike nuk është zgjidhja e dur, dhe ta vazhdoj argumentin. Po si shkohet e kjo pika, se këtu kemi pikën. Si shkohet e kjo pika që diskutojmë. Ta vazhdoj. Ja pa i të ndaloj dhe unë me njerëti. Se dhe njerë, qeveri teknike që nuk pyet për ata që e votojnë është absurditeti më i madh në politikë. Ti mund t'jesh intelektuali më i shquar, do t'i japësh llogari atij që t'ka votuar. Dhe sot në kuvendin e Shqipërisë, Edi Rama ka 83 deputet, Sali Berisha ka një 50 deputet, dhe kushdo që të vije do zbatoj o urdhrat e njërit, o urdhrat e këtyre dyve. Dhe në historinë e Shqipërisë... Po thot tjetër gjë. Pra po thot, hajde të mblidhemi shumë njerëz, duke qenë shumë njerëz, mund të kërkojmë një qeveri tranzitore, pra në emër të popullit, jo të blidhemi 4-5 veta. Kush do e votoj atë qeveri? Nuk ka rëndësi pra. Kush do e votoj? Ata që do e votoj, si nuk do e kontrollohen? Koncepti të ketë protestë popullore, që do të detyrojë atë që është në qeveri, se të tërhiqet dhe të lënë një mundësi në një qeveri tranzitore. Kjo është fabula që është ndërtuar. Ja ta them unë. Kështu që pyetja është se si shkohet nëse te kjo pikë. Vazhdojnë te kjo. E zëm se ndodhi kjo. Kjo është ëndra. Ka një ka një protestë madhe popullore, që e duam gjithë, bukur fort. Edhe presioni ndaj Ramës është aq i madh, sa që ai thot do të bëj një hap mbrapa. Tani m'fal. Çai kushton Edi Ramës thot, e di si është puna? Unë jap dorëheqjen dhe kemi zgjedhje mbas 40 ditësh.
Arlin, pyetja Nuk do ishte hyjë në zgjedhje partit? Pyetja Që ishte nuk plotsoi ai kërkesën e qeverisë teknike, se i bie pastaj të bojkotojë zgjedhjes. Shkojnë prapë në Lulzim Basha ai 2019. Ai po artikulon ndryshe, nuk po thot zgjedhjet para koshme. Ai po thot Jo, po e themi ne zgjedhjet para. Mirë, ai po thot se është vetmja kërkesë racionale. Po jo, pra se kjo s'është racionale, pra sepse kjo nuk është racionale, sepse për 40 ditë ai nuk merr 83 mandate, po merr 93. Po pse mendon këtë gjë? Pse mendon këtë gjë? Sepse kështu ka ndodhur këto 13 ditë. Ose është kaputni lapajn. Se nuk ka besim që njerëzit u kanë majt hundës dhe do e Në majt refuzojnë me hundës botë ishte Tiranë. edhe 14 maj, majt Po hundës ishte. sot kanë më shumë besim. Fare. Po shoqëria, ajo qeveria Fare, pra se do ishte plot atje, po të kishte më shumë besim. Sot duket Edi Rama më i dobët sepse po i vjen rangat e drejtësisë, po i afrohen drejt duke e thënë. duarve të. Po pra nuk ka njerëz atje. Po ju them, praktikisht qeveri teknike, le ta marrim çdo të thonë thënë, Jo, se tha teknike, Jo teknike, pra mos e ngatro me teknike. Qeveri që tranzitore. Edhe një herë, qeveri që nuk është vetëm e PS-s, se këtë po thoni, pra qeveri që nuk është vetëm e PS-s, unë po them, ka për të qenë de facto një qeveri e paktit Berisha Rama dhe gjithku që do u bashkohet atyre. O zotri, ti nuk do zgjedhje fare? Ti nuk do që një moment Edi Rama mos ketë hyshme në pushtetit dhe tjetë anash? Ti nuk e do këtë? Unë mundua shumë gjëra. Por, gjërat nuk bëhen me magji, nuk bëhen me vullnetin e mirë. Gjërat bëhen kur kuptohen kushtet të cilat vepron dhe mendon politikisht. Dhe po ju them, qeveri teknike de facto çfarë do të thotë sot? Qeveri teknike do të thotë që Edi Rama e Sali Berishën të bëhen bashkë dhe bashkë siç janë, në emër të reformave të mëdha, të shkatrojnë reformën në drejtësi, të shkatrojnë SPAK-un dhe GKK-on dhe të shkatrojnë edhe më kodin zgjedhor. Praktikisht kjo është Shqipëri. Të kërkosh sot qeveri teknike, do thotë të gjë. Dhe Shqipëria ka pas 3 raste të qeverive bashkëqeverisjes PSPD. Njerë ka qenë drama e viteve 91-92, nga Ylli Bufit e Wilson Ahmeti, pastaj ka qenë tragedia e vitit 97, pastaj ka qenë komedia e vitit 2017. Ne nuk duam për Shqipërinë as dram, as tragedi, as komedi. Prandaj kërkojmë zgjedhje të parakoshme. Përgjigju lapët dhe unë do pres 2029, do thonë. Zgjedhje të parakoshme, sepse kemi besim te populli shqiptar. Jemi e vetmja parti këtu që ka besim te populli shqiptar dhe jemi e vetmja parti që kërkon zgjedhje parakoshme. As Rama nuk i pranon zgjedhje parakoshme, as Berisha nuk kërkon zgjedhje parakoshme, as një parti tjetër përveç Lëvizjes Bashkë nuk kërkon zgjedhje parakoshme. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Ne jemi kundër paktit të këshillëve me njëri tjetrin dhe jemi kemi një besim të madh te populli dhe shoqëria shqiptare. Çdo parti do i donte zgjedhjet e parakoshme. Po vetëm arsye pse si kërkojnë, ose pse si do i pranonin zgjedhjet e parakoshme 40 ditë, 45 ditë. Sepse duan të vjedhin bashkë, kjo është arsyeja. Kërkojnë qeveri të përbashkët Rama Berisha që të vjedh bashkë Rama me Berishën o burë. Mendojnë që po patë ti 2 ministri, do vjedhësh aty, do futesh patronazhiste tu në punë aty dhe do jesh hipotetikisht në kushte më të barabarta kur do qofshin zgjedhjet e ardhshme. Andi thot do i vjedhin zgjedhjet atë si. Po edhe i herë. Çdo parti në pushtet do tentoj të prek votën. Detyra e partive opozitare është të ngrejnë opozitën e shoqërisë, që shpresa të jetë më e madhe se frika. Lapaj. E bëjmë dot. Po se bëni pra. Të ndarë nga njëri të hyje një lapaj dhe pastaj të vazhdojmë diskutim këtu. Po lapaj. Tani, zoti Rakipi, se unë jam në kushte pak më të vështira këtu edhe nuk u dëgjoj ti në studio. Tani, të lutem. E dëgjova zotin Qori, i cili ndryshon termat dhe e quan si një gjë të zakonshme në fakt të profesionin ton për një presje vete në burg, jo më për një fjalë të ndryshuar. Është shumë i rëndësishëm ruajtja e termave. Tani unë po e shpjegoj. Zoti Qori thot që kërkon zgjedhjet parakoshme. Pyeteni pak zotin Qori, nëse bëhen sot në Shqipëri zgjedhjet e parakoshme, sa mandate pretendon nga një që ka? Unë nuk bëj parashikime, sepse është arrogancë të bësh parashikime në kurrizë të popullit, pra ma unë ditë them që qofse bëhen zgjedhje parakoshme sot, Edi Rama nuk ka shumicë, sepse unë kam besim te populli shqiptar. Qofse bëhen zgjedhje parakoshme sot, populli shqiptar i neveritur me atë që po ndodh, kur nuk ka për të votuar shumicë Edi Ramën. Dhe ju që kërkoni me çdo kusht qeveri teknike, ju jeni ata që fyeni popullin shqiptar sepse thoni që po bën zgjedhjet sot, Edi Rama jo 83 po edhe 93 do deputet do fitojë. Ju po fyeni popullin shqiptar duke mos besuar tek potenciali qytetarit thjesht votën e tij të ndryshoj fatin. Zoti Qori ta mbaroj. Dakor. Zoti Rakipi, më dëgjoj mua tani. Nëse bëhen zgjedhje të parakoshme me Edi Ramën kryeministër, që të ketë mundësi të falë gjobat, siç falin 150 milion euro para zgjedhjeve të 11 majit, që ky prap të ketë mundësi të drejtojë Ministrinë e Brendshme, që të lejojë krimin e organizuar,
që të presionojnë votuesit, siç bëri në 11 maj, që ky prapë të ketë të drejtë jap legalizime përmes Aluiznit, ASHK-s, siç i donte qefi para 11 maj, që ky prapë të jap leje ndërtimi, miliona metra katror, oligarkisë, që këta të bëjnë vota me 10 mira punojnë së oligarkisë për Edi Ramën, si para 11 maj. Edi Rama, me zgjedhjet parakoshme, nuk fiton më 83 mandate, fiton 103 mandate, zotri. Sepse ka ndërtuar një mekanizëm monstruos. Është gabim edhe është fyerje ndaj popullit shqiptar. Fyerje ndaj popullit shqiptar. Thuar që shqiptarët janë dele që do votojnë për shkak të legalizimeve, kjo është fyerje për popullin shqiptar. Është fyerje për popullin shqiptar. Thuar që sot Edi Rama do fitoj 103 mandate, është fyerje popullin shqiptar. Kush kupton nga historia e tërë, e kam dhënë disa herë si shembull, me vot është hedhur Augusto Pinocheti. Me vot është hedhur Augusto Pinocheti. Rregull, në referendum është hedhur Augusto Pinocheti. Por edhe Maduro nuk ndon vot. Edi Rama që i pathyeshëm. Ja të konkludoj lapaj. Është i pathyeshëm. Të konkludoj lapaj. Arlin, konkludoj lapaj. Po lemo kini respekt për qytetarët o burë dhe për mua, se jam në 2 gradë Celsius këtu tani. Të lutem më lërë, se e ngrohtë atje, më lërë të mbaroj. Tani, nëse ka një shërbim që Edi Rama do sot, është Edi Rama të bëjë zgjedhjet parakoshme, i bëjë zgjedhjet parakoshme, duke qenë haj kryeministër. Jo, nuk duhet lejuar në asnjë mënyrë më Edi Rama kryeministër në zgjedhje. Sepse duhet hiqet Ministria e Brendshme që ai të lejoj krimin të presionoj qytetarët. Duhet hiqet buxheti i shtetit që të ndaj bonuse lart e poshtë, ti bëj Olish Berisha siç do vet. Duhet hiqet Aluizni që të bëj çfarë do vet me legalizimet. E ka provuar Basha atë me duhet të hyjë në garë në kushtet barabarta, që do të thotë ne na duhet një qeveri tranzitore që të mos e ketë më Ministrinë e Brendshme. As Edi Rama, as Ali Berisha, as ne asnjëri. Dhe vendi përgatitet për zgjedhje. Sotri, ne nuk mund të mendojmë kaq ngushtë që të mendojmë të shfrytëzojmë momentin se si të arritim partinë që thot Adriatiku, me qënë se si adola se më bëri Davaverin, si shmeri manga, të bëhen zgjedhjet parakoshme që të korrigjoj gabimet dhe të futen në parlament. Jo, zotri, nuk ka rëndësi që nga i mandat, zoti Qori t'i bëj 2 mandate, apo Adriatiku t'hy në parlament me 2 mandate apo 3. Jo, sot është nevoja që Shqipëria të çlirohet nga autokracia e bandave që e vjedhin. E po, në ditën e vetë më të vështirë Rama, në ditën më të vështirë, me skandale korruptive që po e mbysin, ta thonë që Edi Rama do zgjedhjet parakoshme, po pse si mshon Rama zgjedhjet parakoshme, që se ka në majtë të duar. Dhe për këtë, tani unë të pyes pak analistës. Sa të mendojmë se partia jonë pas 20 vjetësh do bëhet e madhe, ndërkohë që pas 20 vjetësh Shqipëria do të jetë bosh, zotri, sepse Edi Rama po e shtyp, po e shpopulon,